Mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Harullab. Sot do të flasim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme që ka të bëjë me, që po vjen për herë të parë, Ministria e Administratës dhe Digitalizimit për herë të parë që është formuar në Kosovë. Cili është roli i këtij institucioni për herë të parë në Kosovë, cila do të jetë Kosova digjitale, cila do të jetë e ardhmja e shërbimeve që duhet të ofrojë sa i përket digitalizimit dhe administratës përgjithësi publike në Kosovë. Tash kur AI e ka ndryshuar komplet lojën dhe zhvillimet që po ndodhen me inteligjencën artificiale, unë sot do të flas për këtë temë jashtëzakonisht të rëndësishme me ministrin e ri të kësaj ministrie, Lulzon Jagjiu. Zoti Jagjiu, mirë se po takojmë. Faleminderit shumë për ftesën, mirë se u zgjeta. Po më shumë mirë që këtë intervistë parë, këtë diskutim paraqitje tonë publike të parën për një ministri jashtëzakonisht të rëndësishme, po e bojmë bashk në telegrafi. Nëse mujmë pak për publikon me shpjegu rëndësinë e kësaj ministrie, themelime pse erdhi deri te kjo ministri 2026-ën. Faleminderit. Domethënë na edhe në mandatin e kaluar si qeveri e kemi pas digitalizimin prioritet. Besoj që janë bërë shumë të punë të mira dhe kemi pas progres edhe në aspekt të digitalizimit të shërbimeve. Janë digitalizuar më shumë se 320 shërbime, po përveç kësaj, domethënë është punuar edhe në shtyllat e digitalizimit, që nuk është vetëm numrat që janë me rëndësi sa shërbime po i digitalizojnë, po edhe ato shtyllat e digitalizimit që na mundsojnë që ky digitalizim të qenë i qëndrueshëm edhe i sigurt. Tash suksesi që është arrit, progresi që është arrit është domethënë njoftë edhe pe organizatave ndërkombëtare. Domethënë indeksi GTMI i Bankës Botërore ka njoftë progres brenda 5 viteve prej grupit C të vendeve me fokus të limituar në GovTech në nivelin B, në grupin B mas 2 vjetëve edhe në vitin 2025 na veç arritëm edhe nivelin A. Po ashtu edhe Sigma, që është si një lloj standardi i artë për reformat në fushën e administratës publike dhe digitalizimit, në vlerësimin e vet fundit që e ka bërë, domethënë që rezultatet kanë dalë në 2025, ka treguar që Kosova ka bërë një progres jashtëzakonisht mirë. Domethënë na kemi qenë në krahasim me vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor, përfundi mesatarës, dhe tash me raportin e ri në krejt ato 6 fusha që i mbulon Sigma na jemi mbi mesatarën e Ballkanit Perëndimor. Po tash e kemi ministrinë e re. Domethënë ideja është që ato punë që ja kemi nisë me i vazhdu, po me pas edhe një përqendrim, një fokus shtesë në digitalizim. Pra një vazhdimsi. Një vazhdimsi, po edhe një avansim. Okay. Domethënë na me faktin që e kemi digitalizimin tash pjesë të emrit, nënkupton që na kemi mujt me bë punë në mënyrë shumë më efikase, shumë mënyrë më efektive, për shkak se tash e kemi konsoliduar. Edhe çështjen e digitalizimit, domethënë shtyllave kryesore të digitalizimit, edhe sigurinë kibernetike, edhe zvogëlimin e barës administrative, po edhe domethënë digitalizimin në disa fusha specifike. Na në veçantë gjatë këtij mandati kemi me punu me disa sektorë të caktuar, ku na mendojmë që duhet me arrit progres në fushën e digitalizimit. Domethënë janë 10 fusha të përgjegjësisë të ministrisë së re, edhe 5 prej këtyre fushave janë direkt të lidhura me digitalizimin. Domethënë është digitalizimi në qeveri, është siguria kibernetike, pastaj janë politikat e komunikimeve elektronike dhe postare, është pjesa e politikave nacionale të tikut edhe ekonomisë digjitale, si dhe zvogëlimi i barës administrative. Pastaj janë edhe 5 fusha tjera, që janë fusha që tradicionalisht i kanë taku ish Ministrisë Administratës Publike, që tash na i kemi trashëguar edhe i kemi marrë prej Ministrisë Punëve të Brendshme. E qartë, dhe qëllimisht ju lash te kjo pjesa e parë për me zbërthy edhe ndoshta për publikun rëndësinë me fol pak për rolin dhe rëndësinë edhe të cilën ju është shpjeguar, edhe nëse mujm pak me zbërthy pastaj pak më shumë gjatë procesit të diskutimit. Ministria e Administratës, Ministria e Digitalizimit, normal, 2 fusha shumë të rëndësishme. Administrata gjithmonë llogaritet ajo reformat, numri i madh i punëtorëve, por digitalizimi është diçka i nevojshëm, i jashtëzakonshëm që tashmë në botën e inteligjencës artificiale, gjithçka, të gjitha shërbimet janë vetëse online. Tash në domenën e asaj që ju e përmendët, pra te veprimtaria, nëse mund pak me elaboru te këto 5 fushat të digitalizimit, nëse mundol, pa i lënë anash edhe që janë shumë të rëndësishme edhe ato të administratës që kanë qenë ministrisë më herët, nëse mund me zbërthy pak çka janë konkretisht, çka kjo ministri për publikun e gjanë, ju ata që janë të fushës,
Çka do të bëjë kjo ministri në 2026 dhe në, le të themi, vitet e ardhshme? Po, do më thonë, digitalizimi nuk ka qëllim në vetvete. Pra, me digitalizim na synojmë me a lehtësu para se gjithash jetën qytetarë. Pastaj ka të bëjë me bo qeverisjen sa ma transparente, sa ma llogaridhënëse, sa ma efikase. Po ashtu me kontribu në produktivitetin ekonomi, edhe me i kontribu rritjes ekonomike të vendit. Ndër të tjera, edhe përmes shtytjes së një komponente të ekonomisë që quhet ekonomia e bazuar në dije. Tash, edhe pse na e kemi domethënë këto dy, çfarë më thon, drejtime, është digitalizimi i administratave publike, ato nuk janë edhe kështu divergjencë njëra me tjetrën. Se në fund ditës, digitalizimin na e shohim si vegël kryesore për me modernizu administratën publike. Prandaj edhe fokusi jon kur flasim për digitalizim qeveri, ka me qenë para se gjithash shërbimet për qytetarët edhe biznes. Thash, na tash kemi arrit në e-Kosovë me pas dikur 320 shërbime për qytetarët. e-Kosova është në domenën e ministrisë. Absolutisht. Absolutisht. E-Kosova, kisha më thënë, është agjencia, gjithsesi është vegla kryesore që shkon përmes agjencisë së shoqërisë informacionit, edhe OSHI-ja është pjesë e ministrisë tonë. Domethënë, na kemi vazhdu me digitalizim të shërbimeve. Plani jon edhe i brendshëm, po edhe zotimet tona në kuadër planit të rritjes janë që deri në fund vitit 2027 me digitalizu 50% të shërbimeve administrative. Kjo është shumë rëndësi, për shkak se kjo e afekton direkt qytetarin, është rezultati i digitalizimit që shohin direkt qytetar. Po na nuk duhet me harru që suksesi i digitalizimit nuk matet vetëm me numër shërbimeve. Shumë është me rëndësi që, si e thash edhe më herët, mos ta shohim digitalizim vetëm një proces teknik që i digitalizon birokracinë ekzistuese. Pra, kjo duhet me qenë pjesë e një transformimi, prandaj edhe sot na nuk flasim për digitalizim, po flasim për transformim digital. Pra ta shtyllzojmë digitalizimin si vegël për me realizu reformat e shtetit, me realizu domethënë reformën e administratës publike, edhe me bo ato më të afërt e më të qasshme ndaj qytetarëve. Pastaj janë edhe shtyllat e digitalizimit. Da kemi fillu në disa për shtyllave punë edhe në mandatin e kaluar. Tash e kemi një shtytje shtesë me punu në disa prej këtyre shtyllave. Unë e përmenda më herët e-Kosovën. Tash e-Kosova ka ardhur koha me kalu në gjeneratën e re të portalit. Që i bjen pra mu upgrade, mu avancu, po, e kjo, mu avancu. Na jemi në fazën që në muajin prill kemi me nënshkru kontratën për e-Kosova 2.0, që përveç numrit të ri të shërbimeve, që ofru gradualisht. Po ashtu ka me ofru edhe funksionalitetet reja, tu i përshi edhe funksionalitetet që bazohen në inteligjencë artificiale. Jo përmendet më herët që inteligjencë artificiale është këtu, edhe kjo është shumë e rëndësi, që inteligjencën artificiale nuk duhet ta shohim më si diçka të armë, ajo është këtu sot. Prandaj edhe në e-Kosova, në e-Kosova 2.0 do të kemi funksionalitete që bazohen në inteligjencë artificiale. Pastaj avancimet në aspekt të performansës, dizajnit edhe të rritjes sigurisë sistemi. Tash, përveç e-Kosovës, janë shtylla tjera, është interoperabiliteti. Domethënë, shumë është me rëndësi në digitalizim që sistemet me folë njëri me tjetrin. Domethënë, na kemi regjistrat ndryshëm që janë zhvilluar gjatë viteve, po nuk mjafton vetëm me pas regjistrat izolu, po ato me folë njëri me tjetrin. Pra kjo është çështja e interoperabilitetit. Na veç e kemi një platformë interoperabiliteti ku janë të lidhura diku rreth 50 sisteme të ndryshme qeveritare. Mirë, po kjo platformë ka arrit një farë vjetërsie, edhe veç ja ka nis teknologjia mos mu përkrave prej vetë produsit, prandaj na duhem me kalu edhe me lurhy atë platformë interoperabilitetit të gjeneratës së re. Prandaj tash çka jemi tu bë, me një prokurim po ashtu që do të nënshkruhet në prill me fondet të Bankës Botërore, jemi duke fillu punën në kornizën e re të interoperabilitetit edhe tranzicionin në një platformë të re të interoperabilitetit. Na shpesh, domethënë, kur flasim për këtë botën tonë digjitale, folim për parimin vetëm një herë. Kjo është një prej atyre synimeve që na domethënë që kemi si target, si qëllim, që qytetari kur të jep një informat shtetit, mos me pas nevojë që shteti të njëjtën informat me dhënë po. Domethënë, kjo është pjesë e ligjit të procedurës përgjithshme administrative, po shtrirja e këtij parimi në krejt sistemet ende është një proces që është duke ndodhur. E pikërisht interoperabiliteti ka më na mundësu që duke komuniku sistemet mes vete,
mos me lëviz qytetar për një sportelin tjetrin, po dhanat me lëviz për një institucioni. Sidomos ministër në kohën kur Kosova nuk është 200 milion, 50 milion si Gjermania, 70 milion, jemi 1.67 milion, edhe vendi vogël, besoj që kjo na leton neve pastaj për me rregullu këtë sistem edhe me pas një proaktivitet pak më të madh. Ajo që am la përshtypje po du me ndal, thatë deri në vitin 2027 plani është që 50% me qenë e digitalizume të shërbimet. E kam fjalën të shërbimet. Tash viteve të fundit me Kosovën ka një jashtëzakonisht ka një avancim, pagesat gjitha këto. Kjo që ju po doni me që thatë Kosova 2.0, pra një avancim, një zhvillim, do të ketë edhe formate tjera të reja brenda, përveç këtyre ekzistuese, do shtohen aty elemente tjera të cilat do t'i ofroj Kosova në të ardhmen? Po, do më thonë, ideja është që në Kosovë të integrohen sa ma shumë edhe kisha me thonë shërbimet më kompleks. Se disa për shërbimeve që janë sot, janë të thjeshta edhe me një kompleksitet mesatar, po kemi shërbime që janë më komplekse, të cilë nuk janë, do më thonë, prej fillimi deri në fund komplet të digitalizuar. Prandaj është ideja që në kuadër të Kosovës 2.0 me ekzistu diçka që quhet rrutimi i rasteve. Do të thonë kur hapet një rast, një shërbim që nuk mundet me u dhon aty për aty, po kërkon një lloj procesi që duhet me ndodhen prapavi, me mujt me menaxhu edhe me koordinu në formë të centralizuar. Do të thonë janë shumë avancime të parapame në Kosova 2.0. Tu përfshi edhe do të thonë chatbotin, i cili ka më bazu në inteligjencë artificiale, po pastaj edhe ndërlidhjen e inteligjencës artificiale në shërbime specifike, që ato shërbime mi bo edhe ma proaktive, me bo edhe ma të personalizuar. Jemi na gati me këto kapacitetet ekzistuese për të gjitha, të përfshi gjithmonë, jam këtu të folja edhe për AI, në inteligjencën artificiale dhe forma të reja që po vinë. Si Kosovë, si shoqëri, jo vetëm si institucione, se është atë domosdoshme. Po, mas pari, pajtohem që institucionet duhet me qenë gatshme. Na, paralel me projektin e Kosova 2.0, jemi të bëve ASHI 2.0. Më thonë, vetë institucionet duhet me pas kapacitete më të mëdhaja me i shty përpara këto reforma që i kemi fillu. Do më thonë, me strukturën e re të ASHI-s, që do ta nënshkrujmë besoj së shpejti, si rregullore e strukturës së re, se në të është punu në 2 vitet e fundit, do të kemi mundësi me e trefishu numrin e stafit të ASHI-s. Kjo është një, do më thonë, një bazament shumë i rëndësishëm, që të kemi kapacitetet mbrëmshme që në mënyrë më efikase të shtyjmë krejt këto reformë. Po, pastaj edhe duhet me punu edhe me shoqërinë tonë. Tash, aty qëllimi jonë është me shty kanalin digital si kanal primar. Po na jemi edhe të vetëdijshëm që gjithmonë ka me pas kategori të popullsisë që nuk kanë me mujt me përdor kanalin digital vetë. Prandaj është edhe një pjesë e reformës i krijimi i qendrave të integruara të shërbimeve. To janë qendra fizike. Ideja është të bëhet një one-stop shop në Prishtinë. Për ata qytetarë që nuk mujnë mi marë shërbime digitale vetë, nuk mujnë mi konsumu vetë për shtëpisë apo për punës, ta mund ta marrin shërbimin edhe me ndihmën e një, do të thonë, zyrtarit shtetit. Kjo qendra e parë e integruar e shërbimeve do të jetë në aneksin e ish-rinjës. Edhe veç është bërë edhe projekti arkitektonik, edhe do të thonë projekti funksional, edhe tash presim së shpejti ta iniciojmë procedurën për punë të ndërtimore që duhen me u kry. Edhe kjo do të jep, do të thonë, një mundësi shtesë, natyrisht që na do të punojmë në vazhdimsi me promovu kanalin digital, edhe përveç që këto qendra të integruara të shërbimeve do të ofrojnë ndihmë qytetarëve me marrë shërbime, njëkohësisht do të mësojnë edhe qytetarët me mësu me marrë ato shërbime. Për shkak se nëse herën e parë ose dytë qytetari e merr shërbimin me ndihmën e një zyrtari, zyrtari do të jap udhëzime, edhe në fillim për shkak të Kosova kemi pas në përgjithësi ca me dyshje, po pastaj dikur mësohesh edhe aplikimi për procese tjera. E di që prej kur keni qenë në pozitë ka pas disa takime me aktorë të shoqërisë civile, të donatorëve të ndryshëm në Kosovë, të bizneseve të ndryshme, me odat e ndryshme ekonomike që janë sektori publik në gjithësisht, por edhe sektori privat, pastaj është edhe bashkëpunimi institucional me të gjithë të aktorë është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Si shihni këta rrugës si partner të cilët janë pjesë e sistemit, sepse në fund këto shërbime do të po bëhen për qytetarët dhe për këto institucione ose mekanizma?
Absolutisht. Unë e përshkrua pak rrugën e disa shtyllave. Ka dhe shumë shtylla tjera digitalizimi që jemi të punu. Përmenda e Kosovën, interoperabilitetin, është identiteti elektronik, EID-a, që është një element shumë i rëndësishëm që ndoshta do të kemi rast folim pak për te. Pastaj qeverisja e dhënave. Do të thonë dhënat janë ai karburanti kryesor i inteligjencës artificiale. Ne jemi të punu në një, do të thonë, platformë të centralizuar, katalogizohen gjitha dhënat e shtetit, edhe na mundsohet që pastaj me përdor si bazament për rastet e përdorimit të inteligjencës artificiale. Pastaj janë edhe pjesa e infrastrukturës, domethënë tranzicioni në cloud teknologji, modernizimi e rrjetit qeveritar, futja e inteligjencës artificiale në krejt produktet e reja që jemi tu i zhvillu në sistemet e re. Kështu që është një punë shumë voluminoze dhe shumë e gjanë, edhe gjithsesi na duhet ta shikojmë edhe bashkëpunimin edhe me sektorin privat, edhe me sektorin akademik. Tash, nëse i kthehemi sektorit privat, ne kemi një sektor shumë të shnosh në fushën e teknologjisë. Etabluar mirë. Etabluar mirë, janë mbi 2500 kompani, edhe është sektori me rritjen më të madhe në ekonominë e Kosovës. Në 4 vjet e fundit, sektori i tikut ka shënu rritje prej 386% në eksport të shërbimeve të tikut. Kjo tregon për potencialin e jashtëzakonshëm. Na kemi edhe një rini, domethënë ende jemi popullata më e re në Evropë. Prandaj na gjithsesi jemi të hapur edhe në mandatin e kaluar, kemi pas takime edhe shkëmbime, diskutime, mirë po kjo do të avansohet edhe do të shkojë edhe në një nivel më lart me ministrinë e re tash që e kemi. Tash unë po du mi përmend të lutem. Disa iniciativa. Për shembull, na e kemi kriju diku para 3 vjetëve një grup të përhershëm punues për sigurinë kibernetike në infrastrukturën kritike. Do të thonë jemi taku parafësisht çdo 3 muaj, edhe kemi shqyrtu tema kryesisht të politikave në fushën e sigurisë kibernetike. Do të thonë kanë qenë takime të shkurta, po takime prej 1 deri në 3 ditë që kanë zgjuar. Do të thonë kemi taku, do të thonë në takime gjata ku i kemi shtjelluar një temë, kryesisht jemi të folë pra në aspektin e politikave të sigurisë kibernetike. Pra aty bëjnë edhe çështjet e ligjeve, edhe çështjeve të akteve nënligjore, edhe reagimin ndaj incidenteve, edhe ushtrimet kibernetike, edhe kornizat e ndryshme për menaxhim të rrezikut e tjera. Edhe kjo është një histori e mirë e suksesit të cilin do të vazhdojmë. Po tash ideja është se si nga ky niveli strategjik edhe niveli politikave ta shtrim bashkëpunimin edhe në nivel më operacional. Që i bjen? Po. Praktikisht na nuk kemi bashkëpunim me sektorin privat çdo ditë, se krejt këto punë që i kryjmë na i kontraktojmë. Prandaj, sektori privat është veç i kontraktuar në shumë punë që na i kryjmë. Mirë po, duhet me pa mundësinë se si këto mujmë me çunë në nivel më lart, jo vetëm të bashkëpunimit transaksional në nivel kontratave, por edhe një lloj partneriteti. Tash, të dy palë kanë mi ofru njëna tjetrës. Do është interesi përbashkët. Është interesi përbashkët, për shkak se nga njëna anë, që thash, sektori jon privat është shumë i orientuar në eksport shërbimeve. Ka përvoja globale, ka ekspertizë, absolutisht. Sjell edhe në projektet vendore. Po është edhe kundërta. Pjesëmarrja e, domethënë, kompanive tona në projektet lokale ja u rrit aty në konkurrshmërinë edhe për me apliku në projekte ndërkombëtare. Dhe në fund gjenerohen që ato tyrat buxhetit shtetit Kosovës në qytet vend. Po pra. Edhe ajo, absolutisht. Gjithsesi. Dhe tash janë disa platforma. Për shembull është kjo platforma Qendra për Ekselencë Digjitale, që veç është kriju në ITP në Prizren. Është parku inovacionit edhe trajnimeve. Aty janë disa elemente, domethënë, platformës, janë domethënë hapësirat për trajnime. Pastaj është laboratori 3D për printim edhe për skanim. Tash ashtu ndërtu edhe një laborator për sisteme radio frekuencore, po ashtu është ja ka nis puna edhe në një rrjet 5G jo publik, brenda ITP-s në Prizren, i cili ka me u shtyllzu po ashtu si një lloj laboratori për teknologjitë mobile. Domethënë, kjo është një platformë e cila ka fillu edhe ashtu avancu. Po ashtu një platformë tjetër e cila është në fazën e dizajnimit, është një qendër e ekselencës në fushën e inteligjencës artificiale. Kjo është përmenda më herët se sa e rëndësishme. E risi, domethënë, kjo do të jetë kjo është tek në fazën e dizajnimit, po e kemi shumë rëndësi se me inteligjencë artificiale. Do të jetë qendër
apo është një qendër ekselencë. për inteligjencë artificiale. E fokusuar, e përqendruar në inteligjencë artificiale. Çfarë do të jetë fokusi i kësaj, se jashtëzakonisht po besoj e interes për publikon me shpjegu pak? Po ideja është që sot aplikimet, domethënë të inteligjencës artificiale janë të pakufishme. Unë vetë veç e përmenda pak më herët që na veç kemi filluar në disa prej projekteve që kam filluar rishtas me inkuadru edhe funksionalitetet të inteligjencës artificiale. Po problemet, domethënë të shtetit edhe të shoqënisë që munden mu adresu përmes inteligjencës artificiale janë të panumërta. Prandaj ideja është që ta krijojmë një ekosistem ku bëhen bashkë sektori publik, sektori privat, sektori akademik, edhe këto probleme i adresojmë edhe gjejmë zgjidhje përmes aplikimeve të inteligjencës artificiale. Ajo që përmende, për shkak që diskutimi po na shkojnë jashtëzakonisht interesant me edhe minutat po na shkojnë, e folëm për projektet, prioritetet e ministrinë, planet dhe çka pritet. Nëse mujmë pak dy çështje që kisha dashur ndoshta ministër mi specifikute transformimi digital, por edhe pjesa që ka që e përmendëm shumë shkurt, e s'po duam mos me përmend te identiteti i Kosovës në arenën e digitalizimit. Domo ku është sot Kosova? Jo dini, keni pas edhe kontaktet më hershme me sektorin e mediave, bizneseve, të gjitha atyre që punojnë në aspekt që Kosova të jetë sa më mirë e përfaqësuar me identitet të Republikës së saj në arenën ndërkombëtare. Çka muj me bëj këto? Se e di që ki pyetje të vazhdueshme nga njerëz të ndryshëm, nga sektori tikut, bizneseve, odave edhe mediave. Gjithsesi, e kisha nis disa prej, kisha me thonë, reformave kyçe në transformimin digital, që një prej tyre është kjo qasja e ofrimit të shërbimeve bazuar në ngjarje jetësore. Këtë reformë e kemi filluar para 2 vjetëve, edhe vitin e kaluar veç e lansum një pilot. E po du me fol pak për këtë reformë për shkak se është shumë e rëndësishme për qytetarët. Domethënë, administrata publike tradicionalisht, jo vetëm vendin tonë, po kudo është e përqendruar në vetvete. Domethënë, institucionet ofrojnë shërbime në bazë të mandatit vet ligjor. Nëse ligji ja jep një ministri ose një agjenci të drejtën me e ofru një shërbim, obligimin me ofru një shërbim caktuar, ata e kryejnë ato në kuadër të kompetencave të veta. Po çka ndodh? Qytetari bazohet në baza ditore me ato që na quajmë ngjarje jetësore. Qytetari të lind një fëmijë, martohet, ndodh vdekja e një të afërmit, ose hap një biznes, ose ndron adresën. Këto janë ngjarje jetësore me cilë qytetari ballafaqohet. Edhe çdo herë që ballafaqohet me një ngjarje jetësore, zakonisht qytetari ka nevojë me shku në më shumë institucione. Domethënë, me shku te që themi lindja e fëmijës, kur lind fëmia, hapi parë duhet të ballafaqohet me administratën e spitalit ku ka ndodhur lindje. Pastaj duhet me shku në zyrën e regjistrimit civil me regjistru fëmijët. Pastaj nëse don me marr benefite që i takojnë fëmijëve dhe lehonave, duhet me apliku për ato benefite. Pastaj duhet mu interesu për punën e vaksinimit, për shembull, që duhet mu marr prej institucioneve shëndetësore. Pastaj nëse domethënë është fjala për fëmijë me aftësi të kufizuara, atëra birokracia rritet edhe më shumë. Prind ballafaqohen me nevojën me shku në qendra për punë sociale, në adresat ndryshme, mu ballafaqu me një fakt mira të lindjes së fëmijës. E tash ideja është që si me bë administratën që me shiku shërbimet nga perspektiva e qytetarit. Perspektiva e qytetarit është me ja letu jetën. Me ja letu jetën që ai kur i ballafaqohet me një ngjarje jetësore, me mënyrë të integruar me marr këto shërbime që lidhen me çat ngjarje jetësore. Domethënë që kjo është ideja dhe na kemi filluar me ngjarjen jetësore të lindjes së fëmijës. Edhe tash, domethënë, jemi në fazë të prokurimit edhe për 3 ngjarje jetësore për shkak se këto kanë linjë si prioritete pikërisht për qytetar. Është për shembull vdekja e një të afërm. Sot fatkeqësisht në jetë ballafaqohem edhe me ngjarje jo të mira, që është vdekja e një të afërmit. Është një birokracie tanë që duhet të dokumentet për me vërtet. Domethënë mas pari me u nxjerr certifikata e pastaj me shku në institucione ndryshme me deklaru rastin e vdekjes e tjera e tjera. Ideja është që kjo me u thjeshtu, që në momentin që konstatohet vdekja, atëherë ajo informat me shku në mënyrë automatike te institucionet përkatëse. Domethënë, ideja këtu është me pas qëndrime të integruara, pastaj me pas qëndrime proaktive. Pse proaktive? Për shkak se ka shërbime të cilët burojnë nga një drejt që i takon qytetar.
folëm për shembull për shtesat për fëmijë edhe lehona. Ato i takojnë krejt qytetarëve që janë rezident të Kosovës. Atëra qëllimi jonë është që me evitu komplet procedurën e aplikimit, mos me pas nevojë fare me apliku për shkak se ajo drejt edhe ashtu i takon. Momentin që shteti përmes regjistrave të vet ka informata që ka ndodhur lindje, ish dashur çat benefit me ofru në mënyrë Pra që kjo është ajo që pritet dhe mund dhe duhet të ndodhë realisht. Po, na veç kemi bo hapat e parë si pilot në komunën e Ferizajt edhe Gjilanit, duhet edhe një ligj të ndryshohet, ligji përgjigje civile që është në procedurën kuvend, që kjo me u jetësu në tërësi. Po na nuk do të ndalemi, domethënë e kemi nis pilotin në Ferizaj dhe Gjilan vitin e kalu, tash do ta shtrim edhe në komuna tjera për lindjen e fëmisë. Përmenda rastin e vdekjes një të afërmi, hapja e biznesit është një ngjarje tjetër jetësore që lidhet, domethënë, jo vetëm me qytetarë si individ, po si bizneset me u letu mënyrën e hapjes biznesit edhe në aspekt të regjistrimit në administratë ndihmore. Se këto e diskutova edhe me drejtorin e ATK-s, për shembull, shkon në RBK me regjistru një biznes, ato dhona mund mu bart automatikisht te institucioni ATK-s ose të organe tjera, s'ka nevojë njëta dhona 5 herë mi dhon në sistem, jep me një vend, pastaj ato barten te pjesa tjetër. Te kjo se na ta ndërpreva se përket ajo që quhet jo reforma dhe zhvillimet që mund të ndodhen. Nëse kemi vazhdu të kjo, lirisht të kjo pjesa e reformave që mund të ndodhen ose që pritet të ndodhen. Por unë kisha dashur te pjesa e fundit mos më na ikë kjo gjithçysh. E thash identitetin e Kosovës, po du më rikthy këtu. Kosova ka problem në disa fusha dhe ju e dini edhe me Google, me gjuhën shqipe që nuk i njehen të reklamime me Google Ads dhe AdSense, po edhe me domenin që është problem politik të OKB-ja. Çka mundet me bo Ministria e Re edhe na si shoqni edhe si Kosovë në që me pas një identitet më të fuqishëm ndërkombëtar. Vetëm e kisha nda bisedën me qenë se me një lloj tranzicioni pej transformimit digital dhe reformave te kjo pjesa që e cekët. Domethënë në këtë hapësirën digjitale është shumë e rëndësishme as pari qytetarët ta kenë identitetin digital. Prandaj kjo është një prej reformave shumë të rëndësishme. Edhe shënimeve të para, e qartë. EID. Okej. EID. Autentikim të sigurt, me pas mundësi me nënshkruar në mënyrë elektronike dokumentet, me vulos në mënyrë elektronike, edhe me pas një kulet digital. Domethënë ashtu si e kemi në kuletën fizike, me pas një kulet digjitale ku mbahen dokumentet edhe ato që quhen kredencialet e verifikimit. A kena memrime po kuletën digjitale, ministër? Kuleta digjitale do të lansohet besoj shpejt. Kjo për shkak se projekti ja ka nis qysh në vitin 2023, në atë kohë ka qenë në kuadër të Ministrisë Ekonomisë, është me fondet të IPAS të Bashkimit Evropian. Tash është bën një pilot i vogël vitin e kalu. Edhe na me qenë se e kemi marrë tash si pjesë portofolit ton, në javët të vazhdim kemi bëbë edhe një vlerësim të gatishmërisë teknike edhe të sigurisë së sistemin, në mënyrë që gjatë këtij viti me lansu, domethënë identitetin elektronik që përfshin në vete edhe kuletën domethënë digjitale. Kuleta digjitale për fillim do ta përmbaj dokumentin e letërnjoftimit, e pastaj me kohë do të plotësohen tjera. Edhe kjo është dokumentet mjafton për çit fazë kjo edhe elektronik. E them, EID-ja është jashtëzakonisht interesant, kuleta digjitale folëm për reforma dhe plane dhe planifikimet çfarë pritën me Kosovën dhe me infrastrukturën që vjen pas, sepse po besoj që kjo nuk është vetëm 2026-ën. Kjo do të jetë në vazhdimsi, sepse do ndryshojnë, do del diçka e re përmes inteligjencës artificiale. Dhe nështë jemi të e bo këtë shkputje me të cilin për cilin folet të drejt. Prej ID-s te ajo personal, ID-ja personale te ID-ja e shtetit. Po pra. Tash, edhe një hymje këtu. Domethënë na kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht gjerë në fushën e digitalizimit edhe sigurisë kibernetike. Para se gjithë me shtetet mike. Ata edhe kemi bashkëpunim, po edhe për mbështetje prej tyre. Kisha përmend disa prej tyre, domethënë është të janë nisë prej BE-s, qeverisë gjermane, qeveria britanike, qeveria amerikane, Luksemburgut, duke përfshi edhe qeverinë japoneze dhe qeverinë e Koreas. Domethënë krejt këta janë partnerë tanë me të cilët jemi tu i shty së bashku, domethënë me përkraje mbështetje tyre shumë prej iniciativa që i përmenda deri tash. Po ashtu jemi duke punuar intensivisht me Bankën Botërore, partneri jon kyç në shumë prej këtyre reformave, me agjencitë e kombeve të bashkuara si UNDP-ja dhe UNICEF-i. Ne jemi tu marr pjesë në çdo lloj forumi
ndërkombëtar ku na i kemi dyert e hapura në botë. Domethënë, na jemi bë pjesë e GFCs, është Global Forum on Cyber Expertise, që është në fushën e sigurisë kibernetike në 2023. Pastaj jemi bë pjesë edhe Pall Mall Process, është një proces tjetër në fushën e sigurisë kibernetike që udhëheq Franca edhe Britania e Madhe, edhe aty jemi bë antar të plotë edhe nënshkrues të dokumenteve aty. Po ashtu jemi bë pjesë të Horizon Europe edhe Digital Europe, që janë një programe po ashtu shumë të rëndësishme evropiane. E tash ku I kemi pengesë? Pra, kjo po na çon drejt asaj që unë po du më dal te ajo tema, te ajo që sovraniteti digital, na thashë. Tash na I kemi një pengesë të cilën jemi krejt vetëdijshëm. Fakti që nuk jemi pjesë të Kombeve të Bashkuara I ka, domethënë, vendos kufizime për Kosovën si shtet. Na nga njëra anë nuk mundem me marr pjesë në krejt forumet, ato që janë nën, domethënë, umbrellën e Kombeve të Bashkuara, po njëkohësisht edhe fakti që nuk jemi antar të Kombeve të Bashkuara, po kemi edhe pjesë e listës së shteteve që quhet ISO 3166. Është një standard që liston kodet e shteteve, dhe pastaj kjo lidhet me fushat ndryshme, lidhet edhe me digitalizim, lidhet edhe me tregti, lidhet edhe me, domethënë, transfere financiare. Tash ky është një handicap të cilin e kemi, për shkak të mosqenit, domethënë, antar të Kombeve të Bashkuara, nuk jemi edhe të listuar në Pra, kjo e penalizon realisht pastaj. Na penalizon neve edhe çka janë pasojat tash. Pasojat janë që krejt këta platformat e mëdha, prodhues të mëdhej global që janë të teknologjisë, për me pas Kosovën në listën e vet duhen me vendos në mënyrë manuale, për shkak se nuk vjen prej listës automatike të ISO 3166, po duhet këta si me ndërhyj me vendos, me shtu listë. E tash ajo e bën punën tonë më të vështirë, për shkak se na duhet në vazhdimsi të punojmë me krejt këta operatorë të mëdhej, me platforma të mëdha. Edhe më thonë që tashmë shumica e platformave e kanë të listuar me Kosovën, e kam fjalën për platformat e mëdha globale. Por çështja është që edhe platformat nuk është që kanë me një vend atë listë. Platformat e ndryshme kanë shumë produkte të vetë. E tash ndoshta me një produkt Kosova është e përfaqësuar si duhet, me një produkt tjetër nuk është. Prandaj është një punë e vazhdueshme që na jemi duke bë, domethënë edhe në aspektin e ISO 3166, nuk është që na jemi dorëzu fakti që nuk jemi pjesë e Kombeve të Bashkuara, po rruga për mu listu në 3166 është shumë e vështirë, gati se pamundum pa qenë antar të Kombeve të Bashkuara, por ne po punojmë edhe po lobojmë që të gjejmë mënyra përmes përkrajes së vendeve mike që disi Kosova të pranohet. Që është gjetë për shembull në kohën e kodit telefonik, për shembull. Po tash, po them, komunikimi me partner nuk është mungu. Që ta gjejmë mënyrën edhe me agjenci, domethënë të veçanta, edhe të Kombeve të Bashkuara, edhe me agjenci tjera që më na ndihmu në këtë proces. Po them, në ndërkohë na jemi të komuniku edhe individualisht me krejt këto platformat e mëdha si Google, Apple, PayPal. Tash me disa prej tyre kemi pas më shumë sukses, edhe nuk është që na vetëm jemi të komuniku. Është shumë mirë edhe shumë e rëndësishme që edhe sektori privat po komunikon direkt. Edhe sektori tikut ka ndihmuar shumë në është ndihmuar shumë. Për shembull, besoj që është bërë një punë shumë e mirë me Apple Pay. Aty kanë lobu krejt, lobu edhe banka qendrore, edhe bankat komerciale, edhe na si qeveri kemi lobu, edhe në fund është arrit një rezultat edhe Apple Pay veç ofrohet me disa pej bankave komerciale. Po ajo çka duhet me kuptu është që shpeshherë problemi nuk ka politik. Në shumicën e rasteve nuk është që këta operatorë global kanë diçka kundër neve ose nuk e njohin Kosovën, po për shkak se kërkohet punë manuale për me fut Kosovën, është një lloj, domethënë nuk e shohin ndoshta çdo herë prioritet ose interes ekonomik me me urgjencën që na kishin dashur. Kështu që për kuptonim duhet me gjetë njërin me kry punën. Pak me kthy në këtë gjuhën kështu popullore që të na me marr vesh. Shpesh duhet me punu, me gjetë mënyra, na po them kemi kontakte edhe në nivelin më të lartë, edhe në Google, edhe në Apple. Po, kjo është punë e vazhdueshme dhe duhet mu kry edhe në tarmë. Besoj që do ta bëjmë edhe me intensitet të shtuar, po njëkohësisht po them edhe inkurajojmë që në këtë drejtim edhe sektori privat dhe na do të koordinohemi. Kemi takim edhe me ODA, edhe ODA amerikane edhe gjermane kanë qenë të interesuar dhe po punojnë edhe ata. Këtu ndoshta te kjo e fundit për me rrumbullaksu pak a shumë për publikun, diskutojmë për pjesën e parë çka është ministria, çka janë planet, çka është prioritetet. Diskutuam për ato që është transformimi, reformimi digital, e përmendët i Kosovën, e përmendëm
ID-n që është shumë e rëndësishme, koletën digjitale, folëm për identitetin pasaj të shtetit ose sovranitetin digital, unë bom gjef me gjujt, edhe tash te kjo pjesa e fundit që është shumë e rëndësishme, thatë jo, sektori i tikut që është shumë i rëndësishëm, edhe për fund nështë do të ketë bashkëbisedim, do të ketë komunikim me sektor, ju e përmendit ITP-n, që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, është Stiko, është ICK-ja këto afërnesh, ka tjerë që ka të jashtëzakonshëm, që të jenë pjesë e ndihmës bashkëpunimit aty ku me ndihmu Kosovën që të jetë sa më e avancume? Absolutisht. Domethënë na do të jemi të hapur që me bashkëpunu edhe me sektorin privat, edhe me sektorin akademik, se si e ceka edhe më herët, është për të mirën edhe të shtetit para se gjithashtu të qytetarëve, po edhe për sektorin privat besoj që hap rrugë për me kriju ekspertiza dhe përvoja të reja që pastaj mund me ndihmu në konkurrueshmërinë e tyre në tregjet e jashtme. ITP-ja është një prej platformave. Tash na do të bashkëpunojmë ngushtë edhe me Ministrinë e Industrisë, Tregtisë, domenën dhe inovacionit. Ata e kanë edhe inovacionin, domethënë ata do të miren më shumë me pjesën e parqeve teknologjike, domethënë Tech Hub që është në Prishtinë këtu, në cilën është punu në mandatin e kaluar me u lansu, po na si ministri do të punojmë së bashku me Ministrinë e Industrisë në përmbajtje të caktuar, përmenda qendrat e Excelit. Po, Kjo është diçka që kena me e shty, edhe kena me bashkëpunu. Nuk ka kuptim me bëni qendrat e ekselencës veç sektori publik. Ideja është pikërisht që të krijojmë ura bashkëpunimi me sektorin privat. Sidomos kur i prek sektorin privat pastaj, që është shumë e rëndësishme. Ministri na ka shku jashtëzakonisht koha shumë shpejt. Unë kisha dashur për fund, a ka diçka që unë se kom pyet ose që ti kishe dashur me thonë që ka interes të kësaj ministrie, për shkak që e tham fillim, është paraqitja e parë, edhe po flasim për pritjet dhe planet. A ka diçka që se kemi thonë? E që do të thonë që kështu në mënyrë telegrafike, megjithëse ju telegrafi mbulon krejt temat ose jo krejt, po disa prej temave kyçe. Unë mendoj që është një mundësi e mirë përmes ministrisë së re që digitalizimin ta shtyjmë me një vrull edhe më të madh se sa që kemi bërë deri tash. Tashmë që jemi etabluar, kemi buxhetin ton si ministri, edhe domethënë natyrisht ministria do të rritet. E përmenda OSHI-ja si agjenci kuadër të ministrisë tonë do të trefishohet, po ashtu do ta funksionalizojmë agjencinë për siguri kibernetike, që po ashtu është një prej agjencive kyçe, që se nuk folim shumë për atë anën tjetër të medalit. Ashtu që folim për digitalizim, do të më folim edhe për siguri. E vërtet, po, që është një shumë e rëndësishme, prandaj edhe kjo është pjesë e përgjegjësive tona në cilën do të vazhdojmë me punu. Do të vazhdojmë me punu në politikat e teknologjisë, informacionit dhe komunikimit që hapin rrugë për digitalizim në nivel vendi, po njëkohësisht edhe rregullojnë ato fusha që duhen më rregullu. Na do ta transpozojmë edhe AI Act, që është regulativa e BE-s që ka të bëjë me inteligjencë artificiale. Pra inteligjencë artificiale duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht, është domethënë lidhet edhe me sigurinë tonë nacionale, në instancën e fundit, po në anën tjetër duhet edhe mu ballafaqu me rreziqet që ajo sjell, ashtu si e ka bëu BE edhe na si një vend i cili aspiron antarësimin BE, duhet me pas parasysh edhe aspektet e rregullimit të përdorimeve, kisha me thonë keqdashëse të inteligjencës artificiale. Ministër Lulzon Jakxhiu, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve për ftesë. Shkëndëroj me ministrin e digitalizimit dhe administratës publike në Kosovë, ku diskutuam natyrisht për ministrinë, planet, zhvillimet dhe se çfarë na pret në epokën digjitale të Kosovës digjitale 2026 dhe tutje, e sidomos shto këtu inteligjencën artificiale ku jemi dhe se çfarë pritet. Shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.